Infermierëve të Spitalit Klinik të Tetovës, të cilët protestuan për një javë me radhë, do të zgjaten kontratat e punës deri në dhjetor. Megjithatë, vendime pune siç kanë kërkuar nuk ka. Sot ato zhvilluan një takim me drejtorin e spitalit, ku informuan për këtë zgjidhje të përkohshme. Infermierët shprehen të pakënaqura dhe theksojnë se do të vazhdojnë të kërkojnë vendime pune. Prej kërkesave ishte të marrin vendime të përhershme pune dhe tjetra ishte domethënë të paguajnë pagat e papaguara për muaj që ngecën, gjithashtu edhe të kemi një kontratë në vepër që ne të mundim mos punojmë pa paga. Njëra prej kërkesave ose e dyta të themi është e pranuar nga institucioni ku punojmë, domethënë drejtori na informoi neve punëtorëve me kontratë që do të kemi vazhdim të kontratave deri në muajin e 12. Kjo është një plus për ne. Megjithatë tha që për kërkesën e parë dhe më të rëndësishme të drejtohemi drejt Ministrisë së Shëndetësisë. Që Ministria e Shëndetësisë të bën kërkesë dhe lutje në Ministrinë e Financave që të aprovohet vendimet e punës. Kështu, ne presim që tash drejtori na informoi se do ketë për pagesat, do na pagoje. Problemi është se vetëm për vendimet nuk kemi ende informat të saktë. Domethënë drejtori thanë për të une nuk jeni, dhe duhet të kaloni në ministri, se nuk japu vendime, ministria vendosën. Që presim të zgjidhet ministri, pastaj të shkojmë edhe të ministrit, kërkojmë drejtat tona që na takon. Agim Berisha, drejtori i Spitalit Klinik, tha se ai do të kërkojë nga ministria që të zgjidhet statusi infermierëve. Po, patjetër do vazhdojmë. Kjo nuk mund vazhdojë kështu me kohë, edhe intensat tash qeverisjes së re ka qenë gjithmonë që të hiqen këto kontratat mbarojnë. Me kontratë po sistemohen njerëzit si duhet me vendime pune. Edhe shpresojmë të kemi mirë kuptim me ministrin e ardhshëm, që të rregullojmë këtë status. 139 infermierë nga Spitali Klinik i Tetovës një javë me radhë protestuan shkaku i mospagesës së rrogave dhe statusit të tyre të punës. Ata sot u shprehen se nuk do të ketë zgjidhje për statusin e tyre. Protestat do t'i vazhdojnë në shkup para Ministrisë së Shëndetësisë.